Gjatë një bisede të qetë me disa nga banorët e Big Brother VIP Albania, Benita ka ndarë mendimet e saj për jetën në çift dhe për atë që ajo vlerëson më shumë te një mashkull. Diskutimi u fokusua te marrëdhëniet, bashkëjetesa dhe vlerat familjare, tema që Benita i trajtoi me sinqeritet. Ajo u shpreh se për të, një nga gjërat më të rëndësishme në një lidhje është lidhja e partnerit me familjen e tij. Sipas saj, ajo do të ndihej shumë mirë të jetonte së bashku me prindërit e bashkëshortit. Një gjë që më pëlqen te një mashkull është të jetoj me familje. Unë kam qejf të jetoj me nënën dhe babain e tij, u shpreh Benita. Mëtej, ajo shtoi se e tërheq shumë jeta tradicionale familjare dhe rutina e mëngjesit, ashtu siç kanë jetuar brezat e mëparshëm. Kam qejf të zgjohem herët, si më parë që janë zgjuar nuset, kanë larë oborrin dhe kanë bërë bukën, tha ajo. Benita theksoi gjithashtu se e pëlqen shumë bashkëtesa me vjehrit dhe familjen e zgjeruar, duke treguar respekt dhe dashuri për të moshuarit. Kam qejf shumë të jetoj me vjehër me familje. Pleq t'i adhuroj, përfundoi ajo. Deklarata e Benitës u prit me reagime të ndryshme nga banorët, duke hapur një debat interesant mbi traditën, bashkëtesën dhe mënyrën se si shihen sot marrëdhëniet familjare. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.